Jona, në gjithë të rrëfim, me kaq dhimbje të mbartur akoma edhe në moshë madhore, pavarësisht se jeta ka marrë një trajt shumë pozitive, unë vëre se në karakterin edhe në personalitetin e kësaj gruaje diçka nuk është tyer kurrë pozitiviteti që ja lexoj në zë edhe tek mënyra se si qaset për jetën dhe që sjell kontrastin e realitetit që vllai ka zhvilluar në jetën e tij. Disa njerëz në kushtet më ekstreme të dhunës, të ngjarjeve traumatike shumë të forta, është vënë re që zhvillojnë ose të paktën ju del në pa një forcë që nuk e kishin parë më përpara. Dhe themi është kjo ngjarje që i bën të vetëdijshëm për forcën e tyre të brendshme për t'i përballur dhe jo vetëm për t'i përballur, se përballet do thotë që ti e kalon situatën, por çështja është çfarë ndodh pasi e kalon situatën, si e vazhdon jetën. Edhe duket se Dona në këtë rast ka filluar t'i jap një hapësirë edhe pjesës se çfarë ajo pëlqen të bëjë dhe në kufizimet që jeta i ka dhënë. Për shembull, siç e tha, për pjesën e librave që i ka bërë pjesë të rutinës, pavarësisht se nuk mbështetej, dhe këto libra unë shikoj edhe si revolucion brenda shtëpisë, sepse i ka bën atë pjesën e diferencës mes se si një familje tradicionale e mbyllur në ato normat e veta mund të jetoj, edhe Dona nga ana tjetër që izolohej brenda asaj hapësire për të parë që ka një dhe një botë tjetër, cilën mund ta eksploron, mund të shkoj, mund ta jetoj dhe siç duket ka pas efekt. Sepse ka zhvilluar atë që është një profesion i cilin e gjen veten mirë, por çfarë vjet re është edhe në sukses, ajo sërish shikon boshllok. Shikon që efekti i traumës është ende aty. Po, dhe ky ishte një moment që unë në fakt do doja të ndaleshim, sepse edhe Dona vetë nuk arrin dot t'i jap një kuptim pse ajo sot ndihet e palumtur. Edhe pse është zhvilluar, ndryshe nga shumë raste të tjera që mbeten të bllokuar në traumë, Dona në këtë rast mund të ndjej boshllokun sepse suksesi nuk është se mund të plotësoj çdo nevojë, apo arritet e tua nuk mundet të zgjidhin traumat e mëpërparshme. Sidoqoftë, i ati ka një ndikim, edhe pse nuk i ka dhënë atë që zakonisht pritet të japin baballarët, që është siguria e parë që mund të lindë pas nënës, kur janë bebe. Ka qenë realiteti kundërt të sigurisë. Ajo nuk ka marrë siguri as tek nën, as ngrohtësi dhe as tek babai i saj për fat keq, për tepër, siç e thua, kanë ndikuar në nivel shumë të thellë duke i kërcënuar me armë. Pra siç po e thonim, suksesi nuk mund të zgjidhë ose nuk mund të mbuloj nevojat të gjitha nevojat që neve kemi, kështu që padyshim asaj do t'i mbetet gjithmonë kjo hapësirë boshllëke për lidhje me tjatin. Dhe pse mund ta zhvilloj një marrëdhënie shumë të mirë me fëmijët, një marrëdhënie shumë të mirë me partnerin, apo me shoqe, me kolege, sërish do mbetet ajo. Jo vetëm fakti që në fëmijëri i ka munguar vëmendja, dashuria e kujdesi, por ajo është refuzuar të pranohet nga babai edhe në moshë madhore, kur ajo ka shkuar me fëmijët e saj për të takuar. Ai e ka kërcënuar, i ka thënë largohu ose të qellova. Zakonisht presim që gjyshërit jenë më të afërt, ndonjëherë ndodh që janë më të afërt me niprit, me mbesat, kjo dhe në nivel biologjik e konfirmuar, sepse është ajo pjesa e kalimit të gjeneve, të mbjetesës tonë në tokë edhe kur ne mos jemi. Por në këtë rast duket se çfarë aludoj unë, mund të jetë për shembull fakti që ai nuk do ta pranoj ose të kërkoj falje për atë që ka bërë, pra i qëndron kokfort me bindje asaj që ka ndodhur dhe që do thotë nëse ai lidhet me niprit, detyrimisht me mbesën, detyrimisht do lidhet dhe me vajzën, gjë të cilën ai ka mohuar, nuk ka arritur dot të krijojë një marrëdhënie, sepse ky është një dështim prindëror. Të mos arrish të krijosh marrëdhënie me njerëzit të cilët ti i ke sjell në jetë. Pra mund të jetë kjo pjesa e paftësisë ose kokfortësisë që ky baba në këtë rast ka. Nuk e pranon dot. Për të ballafaqur me hijet e së shkuarës. Padyshim që unë dyshoj se ka gjëra të rëndësishme që po ndodhin tek ai si individ dhe ka ndodhur, të cilat nuk janë zgjidur kurrë, edhe gjëja që më mërzit është absolutisht edhe fakti që po ndodh e njëjta gjë tek djali, tek vllai në këtë rast i Donës. Veset, a trashëgojnë gjëra siç është rasti i vllait të Donës? Trashëgojnë, por ai ka parë, që do thotë e ka mësuar.
Sepse do ishte shumë e vështirë që një fëmijë të zhvillojë varësi nëse ka një ambient të shëndetshëm, që nuk e lejon zhvillimin e një varësie. Por që varësitë gjithmonë lindin nga mungesa të thella, nga probleme personale, të cilat zhvillohen gjatë fëmijërisë, gjatë adoleshencës dhe mjedisi ku janë rritur si fëmijë absolutisht nuk ka qenë mirë. Duke që zinxhiri nuk është shkëputur midis të shkuarës në familjen e Donës edhe asaj që ndodh sot, sepse akuza, nëse mund ta quaj, apo etiketimi që nëna e saj i bën tingjan babait. Pse ajo përpiqet ta bëj Donën të ndihet keq për një ngjarje që e para ka shkuar dhe e dyta ajo nuk është fare e përfshirë dhe nuk është fare përgjegjëse për çfarë ka ndodhur. Sërish dalim tek ajo, më pëlqeu shumë ajo pyetje që te bërë një herë për pjesën e mëmësisë, se si nuk arrin dot mëmësia, domethënë të zbutet ose të arrin të jetë ajo që ne njohim, e ëmbël, shumë dashamirëse. Edhe kur ne jemi në vuajtje sërish gjen më të mirën që të na japi pak motivim, në këtë rast bën të kundërtën. Mund të vijë edhe si shkarkim i vetë mamas pra trauma që ajo ka, sepse dukshëm mund të jetë akoma në një efekt të shkarkimit të asaj që ka lënë jati ose partneri i saj në këtë rast, jati Donës ose partneri i saj në këtë rast, kështu që ajo e nxjerr tek fëmijët e saj. Mund të ketë një reagim të ngjashëm edhe kundër idealit, madje isha shumë kurioze çfarë reagimi Dona ka mami yt me vllajin. Mami duhet ta ketë dhe një deja vu të tillë, por mami është shumë e lidhur me vllajin. Moment që ato janë ndarë, ka jetuar me vllajin gjithkohës, ndan që eran bashk, ishte një moshë, ishte në punë, dhe ka qenë shumë e lidhur, domethënë pas ndarjes, jeta e saj ishte vllai. Dhe në shumicën e kohës e justifikon si gjë. Pra bën të njëjtën gjë që ka bërë me babin. Dhe nuk është e drejta e mamit tim që ti thot në se të duroje, se kështu e kemi duru dhe neve. Mjet janë shumë të vegjël. Dona, ti e përpjekur? Nuk doja kur një fëmijë që të rritet në mes të sherrit, është trauma më e madhe që mund t'i bëj një prind të fëmijës. Me vllajin kam komunikuar gjatë gjithë kohës, duke ja vënë në dukje që nuk është okay, çaj duke bërë, çaj duke pirë. Me thënë, ideja që ai rri jashtë deri vonë dhe pi, unë besoj që ai pi çdo gjë. Mendoj që ai duhet të jetë koshient që e para po i bën dëm fëmijëve të vet, e para po i bën vetes vet në radhë parë, dhe e dyta unë para fëmijëve jam njeriu që kam vujt fëmijëri dhe unë para fëmijëve nuk ve asnjëri nga ne të ndajt. A ka kërkuar ndonjëherë ndihmë vllai? Ja, unë nuk besoj se vllai im e kupton që ka nevojë për ndihmë. Për sa kohë ai nuk është koshient që ka nevojë për ndihmë, nuk e japim dot ne ndihmën, duke i bërë moral. Dhe siç e ke parë, ka ardhur duke u përkeqësuar? Po. Çfarë marrëdhënie ka vllai yt me babin? Ka qenë një periudhë që vajtja takoi jashtë, e priste të ndryshimin që me qenë se kishte vite, do kishte ndryshuar. Por kuptoj që nëse pinte këtu, atje pinte akoma më shumë. Është kthyer prapë se mendoj që do shkonte, ai do ta priste, do punonin bashkë, por nuk e gjeti veten aty, do kthyer prapë në shtëpi. Pra, babai ka reaguar në të njëjtën mënyrë ndaj vllajt edhe siç reagoi me ty apo me ato pjesë ndryshe? Jo, babai e ka mirëpritur. Unë vazhdonte veset e tij. Vllai nuk e ka ndjer veten mirë dhe është kthyer. Jona më bën shumë përshtypje që babai është sjell në mënyra të ndryshme ndaj dy fëmijëve. Kur Dona ka shkuar për të takuar me vajzat e saj, e ka përzënë nga dera shtëpisë duke e kërcënuar, se do ta dhënonte, ndërkohë që djalin e ka pritur, pavarësisht se ata nuk janë gjetur mirë me njëri tjetrin për shkak të veseve dhe problematikave. Pse ndodh kjo? Ti të qasja patriarkale, që tek djemt pavarësisht problemeve që sjellin në shtëpi, sërish nuk është aq e rëndë sa ç'mund ndodh tek një vajzë, sepse në këtë rast Dona nuk është se ka bërë diçka për tu përjashtuar nga familja, por si duket janë këto diferencimet mes gjinive, sepse e tillë më vjen. Nuk ka një arsye. Pra, kemi një djalë i cili ndjek të njëjtën rrugë si babai dhe pranohet më kollaj se një vajzë që në fund nuk ka bërë asgjë. Domethënë që mund të apo ndoshta gjejnë shëmbulltyrën e njëri tjetrit. Patjetër që dhe kjo është një pasqyrë mes tyre. Ndoshta Dona çonte babai hijet e së shkuarës, edhe ndoshta ai refuzon të përballet. Ato që tham, pikërisht, pra që ai nuk e pranon bashkimin, sepse bashkimi do thotë të përballet pikërisht me atë pjesë që ai nuk ishte i Zotit ta bënte si baba.
Për këtë arsye, unë sërish i rikthehem pjesës së donës, arsyeja pse ajo nuk e mbyll dot çështjen, pra i ka ngelur si plagë e hapur, është edhe sepse disa çështje janë akoma të pasgjidhura. Jo vetëm marrëdhënia me babain, por ajo shikon tek vllai tani një ripërsëritje të jetës së saj. Edhe kjo është një merak, që ka një familjar, edhe nuk e lë të qetë, pra nuk ndihet e plot në suksesin e saj, pavarësisht se i ka mundsuar vetes një tjetër mundësi për të jetuar. Patjetër. Dhe sa gjasa ka që kjo plagë e hapur që ti përshkrove të mbyllet apo të qetësohet një ditë, të paktën ndërgjegja e donës? Nisur nga kjo që dëgjoj, mund ta shikoj pak edhe tek vetja që ndonjëherë nëse do isha në vendin e donës, do isha shumë të vështirë ta shijoja një sukses duke ditur që familja ose një familjar vuan, ka vuajtje, por nuk është përgjegjësia e saj. Ose nuk do ishte përgjegjësia ime nëse do ta jetoja një gjë të ngjashme. Ndoshta nga kjo mund të filloj të lirohem pak. Dhe një të gjë propozoj edhe donës. Sepse të gjithë ne marrim vendime, bëjmë gjëra, sakrifikojmë diçka, kemi humbje në vendime që marrim, si për të provuar diçka që mund na nxjerrë një tjetër këndvështrim jete. Dhe dona e ka bërë me shumë forcë, brenda siç e them atij ambientit të vogël, ka gjetur gjithë hapësirat e mundshme dhe i ka shfrytzuar. Një të gjë mund të bën edhe vllai, por siç dona e tha nuk është i vetëdijshëm, ai është shumë i vetëdijshëm për gjëra që bën në momente të caktuara, patjetër kur janë efekt të drogës apo të alkoolit, njerëzit e dim që nuk kanë një vetëdijshmëri të lartë, por në momente të caktuara reflektojnë, shikojnë ndryshimet, shikojnë dhimbjet që tjerëve u përcjellin, por nuk duan të ndryshojnë. Pra, një pjesë është përgjegjësi e plot dhe kanë vetëdije të plot. Për një pjesë tjetër pastaj që janë në këto efekte, e kuptueshme që askush nuk do ishte i vetëdijshëm, por është përgjegjësia gjithë secilit dhe prej kësaj ndoshta mund të përfitojmë një çlirim nga kjo. Dona ty të ndihmon të i qetësohesh kur mendon se nuk është përgjegjësia jote, ashtu siç edhe Jona e analizoi? Jo, nuk është se më qetëson këtë pjesë. Për sa kohë unë e di që fëmijët janë në mes të një sherri, nuk është se më qetëson si gjë. E mendon që është një babi i dytë aty. Nuk e di pse shtëpia e tyre është akoma një shtëpi sherri dhe nuk e di pse kam quajtur gjithmonë të mallkuar atë shtëpinë. Janë në të njëjtën shtëpi që ti arritur, po? Janë në të njëjtën shtëpi, po. Megjithatë një përpjekje ka bërë vllai që ka shkuar për të punuar, pra kishte kërkuar që të shkonte. Dhe kjo përpjekje mund të nxitet nëse funksionon gjithmonë. Ai punon shumë. Nuk është njeri që ai punon shumë, ai vetëm ka jetën e natës. Ai punon gjatë gjithë ditës dhe natën e ke në orën 2 ose në orën 3 në shtëpi. Kjo sepse ai nuk di ta menaxhoj, më pas kontrolloj jetën e vet. Mendoj që do të bëj ato shefet e veta, të paktën atij duken okay gjërat e veta. Dhe keme faktin se çfarë po bëj unë, të gjithë meshkujt e bëjnë. Dona mund të japi ose ka dhënë, nëse unë e marr kështu, edhe një shembull për partnerin e vllait. Pra nëse ajo një ditë do shikoj donën si një shembull për të dalë ose model, po, për të dalë nga aty, nëse përkeqësohet situata dhe vllai mund të ndikojë jashtëzakonisht keq për zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve. Është në fakt është një situatë shumë e komplikuar. Edhe pse jeta e donës duket që ka atë qoshën e vetë e qetësisë, brenda donës nuk ka qetësi. Ajo çfarë unë vlerësoj edhe vëre tek ty, Dona, është pozitiviteti që ti ke si grua, si nën, si bashorte, dhe edhe pse e mbytur nga demonët e të shkuarës tënde, për ta mbyllur këtë bisedë doja të pyesja çfarë të bën ty të jesh kaq pozitive dhe të rrezatosh mirësi, komunikim, pozitivitet me njerëzit. Unë nuk e di çfarë më thon, por e di që nga gjithë gjërat e këqija që kam pasur në jetë, i kam marrë vetëm më të mira. Dhe mendoj që në çdo njeri negativ ka diçka të mirë gjithmonë. Dhe unë jam njeriu që shikoj gjithmonë në sy njerëzit dhe sy tregojnë shumë. E dua dashurinë, nuk e pas kurrë më e dua. Atë lumturinë që s'më dha askush, më dua ta përcojmë te të tjerët. Ose ndoshta në jetën tënde ke mësuar që ajo çfarë ty të ka vrarë të paktën ti të mos ta transmetosh te të tjerët, po përkundrazi ta kthesh një plumë në lule. Unë mendoj që nuk ka gjë më të bukur se dashuria, se një fjalë e ëmbël, se një fjalë e mirë, se një përqafim. Ka ditë që ne zgjohemi shumë keq, ka ditë që ndonjë njeri që do të thotë
një fjalë të mirë, një fjalë të bukur nuk kushton asnjë gjë. Nuk e kuptoj pse njerëzit e marrin jetën kaq negativisht. Pyetje $1 milion se kjo. Nuk e di, domethënë, është kaq e thjesht jeta po ta marrësh. Kjo është hera e parë që unë flas, dhe është hera e parë që unë shprehem. Mendoj që duhet të jem shumë frymëzim për një femër që do jetë mbytur në ato hallet e veta. I duhet një çik dritë. Domethënë, ju nëse do një gjë e arrin. Dona, padyshim që je, për t'i dhënë përgjigje edhe kësaj ose dyshimi që mund të kesh, sepse na e tregojnë vazhdimisht në qoftë më në terapi kur vi njerëz, qoftë edhe juve në mesazhe, mos kam dëgjuar Lona, që tregojnë se historitë e juaja në fakt janë ato të cilat njerëzit gjejnë më pjesë më të rëndësishme në këtë program. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Dhe na vjen mirë që përmes zërave tuaj, përmes rrëfimit tënd, sonte Dona, ne mësuam, kuptuam edhe urojmë dhe besojmë që kemi frymëzuar. Të falenderoj shumë edhe të uroj të kesh një jetë ashtu siç ti do duhet ta ndërtoja. Faleminderit juve. Faleminderit dhe Jona që edhe sot ndam bashkë terapinë. Me shumë kënaqësi. Kjo ishte seanca e parë dhe për sot, një hapësirë ku historitë vinë për të rrëfyer, pse jo edhe për të frymëzuar. Mirupafshim, shihemi në episodin e radhës. Ándale!